Refuzimi për një shtrëngim duarsh mësohet se nisi sherrin me armë dhe përplasje fizike, që përfundoi me një të plagosur mbrëmje në Sëmurkurës në Tiranë, por burime thonë se parat me fajde mund të jenë shkaku i vërtetë i konfliktit. Hetime kanë zbuluar motivin dhe dinamikën e plotë të konfliktit që riktheu ngjarjet kriminale në kryeqytet. Gjithçka nisi në një lokal, ku sipas dëshmive dhe pamjeve të kamerave të sigurisë, u bën bashk 7 persona. Njëri prej tyre mësoi se refuzoi t'i jap dorën dhe të përshëndes një prej djemve që ishin në tavolinë, çka është cilësuar si fyerje. Ky akt ndesi debate me fjalë të rënda dhe ofendime, dhe më tepër shkallëzoi një përleshje fizike me sende të forta. Në konflikte sipër, një nga të pranishmi qelloi me armë zjarri, ndërsa në mes të konfliktit të paktën një person mbeti i plagosur dhe kërkoi ndihmë mjekësore në një spital privat, sipas raportimeve. Dyshohet se qitja ka qenë e pavullnetshme, por krisma ngriti alarmin tek policia e Tiranës dhe të rinj të përfshirë në sherr u larguan me shpejtësi me 4 makina të ndryshme për t'i shpërtuar ndalimit. Pasi policia mbërriti, përmes pamjeve të kamerave ka mundur të identifikojë të plotë të gjithë personat e përfshirë në konflikt dhe i ka shoqëruar disa prej tyre. Një grup i posaçëm hetimor ndërkohë po vijon punën për zbardhjen e plotë të motivit të përplasjes, me dyshimin e fortë të debatit për para me fajde.